Bashkia Shkodër ka nisur përgatitjet për sezonin turistik në Velipoj, duke e vendosur këtë zonë ndër prioritetet kryesore për verën e këtij viti. Kryetari i bashkisë, Benet Beci, së bashku me stafin drejtues, ka zhvilluar një inspektim në terren për të parë nga afër situatën aktuale dhe për të përcaktuar ndërhyrjet e nevojshme. Gjatë këtij inspektimi, u diskutuar një plan konkret masash, që synon përmirësimin e kushteve për pushuesit. Ky plan përfshin ndërhyrjen e hapësirat publike, forcimin e menaxhimit të mbetjeve, organizimin më efikas të hapësirës së plazhit, si dhe vendosjen e një sistemi më funksional për parkimin publik. Tashmë është e qartë që ndërtime pa leje, ndërhyrje pa leje nuk ka më dhe tash janë sensibilizuar dhe janë ndërgjegjshëm të gjitha bizneset, cilët i falenderoj, nuk do të kemi më kështu problemesh, por sigurisht edhe nga ana estetike do t'i bashkëpunojmë me të gjitha bizneset për beachbaret dhe për mënyrën se si organizojnë, për të pasur një pamje estetike dhe për ta çuar dhe për ta ngritur nivelin e plazhit Velipojës aty ku meriton, një vend të përshtatshëm, jo vetëm për turistët e huaj, por rreth parë për vetë banorët e Shkodrës edhe të gjithë zonave përreth. Velipoja është prioritet kryesor. Hapësirat publike, menaxhimi i pasrimit të plazheve, kemi filluar së pari, tash shumë shpejt do fillojmë dhe një aksion tjetër, bashkëpunimi që do të kemi me të gjithë bizneset e zonës, të cilët i ftoj që të jenë pjesë e menaxhimit dhe mirë menaxhimit, dhe jam i sigurt që do na përgjigjen për së pari për fillimin, për cilët do doja që brenda një jave, 10 ditësh të kemi një aksion të përbashkët me ta, me gjithë forcat e bashkisë edhe të bizneseve që tashmë i kanë parcelat e tyre të përcaktuara. Ne do të angazhohemi për të mbajtjen pastër, për menaxhimin jo vetëm të rërës, po ashtu të mbetjeve. Ka qenë një problem i kahershëm menaxhimi i parkimeve, si vjet po përfshihet bashkia në menaxhimin e tyre. Kemi kaluar në Këshillin Bashkiak disa vendime të rëndësishme për të menaxhuar parkimet. Velipoja mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të Bashkisë Shkodër, me synimin për të rritur standardet, cilësinë e shërbimeve dhe mikpritjen ndaj turistëve vendas dhe të huaj. Në bashkëpunim me bizneset lokale, autoritetet synojnë që këtë sezon veror, Velipoja të paraqitet më i organizuar dhe më tërheqëse, duke u kthyer në një nga zgjedhjet kryesore për pushime në vend.